Ai e la atë vetëm 3 ditë pas ajo lindi. Pa para, pa shtëpi, pa askënd për t'u drejtuar. Ai tha që ajo ishte një barë, një gabim. Por ajo që ai nuk e dinte ishte se e njëjta grua të cilën ai e braktisi në momentin më të dobët të saj, një ditë do të bëhej arsyeja pse ai humbi gjithçka. Hana dikur kishte gjithçka. Një shtëpi të bukur në zemër të qytetit, një burr të admiruar nga të gjithë dhe një të ardhme që dukej perfekte. Roan, i ri, i shkëlqyer, i pamëshirshëm në biznes. Njerëzit e quanin gjeneratën e re të suksesshme. Dhe për Hanan, ai ishte gjithçka. Ajo kujtonte mënyrën se si ai shikonte më parë, sikur ajo të ishte e vetmja person në botë që kishte rëndësi. Qëndro me mua, i tha ai dikur me zë të butë, duke e mbajtur dorën në dritat e zbehta të balkonit të tyre. Pavarësisht çfarë ndodh. Atëherë, ajo i besoi atij. Por suksesi i ndryshon njerëzit dhe Roani po ndryshonte. Filloi ngadalë. Netët vonë në punë, darkat e anashkaluara, përgjigje të shkurtra dhe të ftohta. Apo vjen në shtëpi sonte, pyeti Hana një mbrëmje në telefon. Jam i zënë, u përgjigj ai në mënyrë të sheshtë. Ndalo të më telefonosh çdo orë. Gishtat e saj u shtrënguan rreth telefonit. Thjesht doja të kontrolloja për ty. Thash që jam mirë, Hana. Përqendrohu në diçka tjetër për një herë. Telefona mbaroi dhe për herë të parë heshtja ndjej e rëndë. Disa javë më vonë, Hana ndodhej në banjo, duke ndjekur testin në duart e saj të dridhura. Pozitiv. Zemra e saj filloi të rrah shpejt. Lotët i mbushën syt, por këtë herë ishin lot gëzimi. Kjo do të na afroj përsëri, pëshpëriti ajo vetes. Atë mbrëmje, ajo përgatiti vaktin e tij të preferuar. Qiring, muzikë e butë, gjithçka perfekte. Kur Roan hyri, duke e liruar kravatën, ajo buzëqeshi ndritur. Kam diçka për t'ju thënë. Ai mezi e shikoi atë. Bëje shpejt. Jam i raskapitur. Buzëqeshja e saj u dridh, por ajo vazhdoi. Jam shtatzën. Heshtje. Një heshtje e gjatë dhe e pakëndshme. Roan ngriri, pastaj u kthye ngadalë nga ajo. Ti e çfarë? Jam shtatzën, e përsëriti ajo, me zë më të butë tani. Do të kemi një fëmijë. Ajo priti që ai të buzëqeshte, ta përqafonte, të thoshte diçka, çfarëdo. Por në vend të kësaj, shpreha e tij errësoi. Një fëmijë, tha ai, gati me mosbesim. Tani? Hana blinkoi. Çfarë do të thuash, tani? Ai e kaloi dorën nëpër flokët e tij, i frustruar. Jam në mes të rritjes së kompanisë time, Hana. Kjo është koha më e keqe e mundshme. Gjoksi i saj u shtrëngua. Koha më e keqe? Roan, ky është fëmia ynë. Ai nxoi rënd, duke ecur pranë saj. Duhej të më kishe thënë se e planifikove këtë. Sytë e saj u zgërvjellën. Planifikova? Roan, thjesht ndodhi. E po, nuk duhej të ndodhte, tha ai me zë të fortë. Dhoma u bë e heshtur. Ky ishte momenti kur diçka brenda saj u thye. Që nga ajo ditë, gjithçka ndryshoi. Roani u bë më i ftohtë, i largët, i irrituar nga prania e saj. Burri që dikur e mbante si të kishte rëndësi tani e trajtonte si një problem. Ti je gjithmonë e lodhur. Je shumë emocionale. Po bëhesh një shpërqendrim. Çdo fjalë preu më thellë se ajo e kaluara. Hana u përpoq të mbante, u përpoq të rregullonte gjërat, u përpoq të ishte e mjaftueshme. Por asgjë nuk funksionoi. 9 muaj më vonë, Hana gëzhoi në një shtrat spitali, duke djersitur, duke u dridhur, e vetme. Ku është burri juaj? Pyeti infermierja butësisht. Hana detyroi një buzëqeshje të dobët. Po vjen. Por thellë brenda, ajo e dinte se kjo nuk ishte e vërtetë. Kalën orët. Dhimbja u intensifikua dhe akoma Roani nuk erdhi. Më në fund, një klithmë mbushi dhomën. Një jetë e vogël, e brisht, e sjell në botë. Është një djalë, tha doktori me zë të butë. Lotët rrjedhën poshtë fytyrës së Hanës, ndërsa ajo e mbante fëmijën e saj për herë të parë. Ti nuk je vetëm, i pëshpëriti atij. Jam këtu. Por karrigia e zbrazët pranë saj tregonte gjithçka tjetër. 3 ditë më vonë, dera e spitalit u hap. Zemra e Hanës u drodh. Roan.
Ai hyri, kostum i mbret, shprehje e ftohtë, pa lule, pa buzëqeshje, vetëm një dosje në dorë. Diçka ndjehej gabim. Të kërkova, tha ajo me zë të dobët. Nuk u përgjigje në telefonat e mia. Isha i zënë, u përgjigj ai shkurtimisht. Pastaj vendosi dosjen mbi tavolinë. Duhet ta nënshkruash këtë. Duart e saj u dridhen ndërsa ajo e hapi atë. Letra e divorcit. Fryma e saj u ndal. Çfarë është kjo? Unë tashmë kam nënshkruar, tha Roan me qetësi. Ky martesë nuk funksionon. Hana e shikoi atë lart, sytë e saj të mbushur me mosbesim. Po largohesh tani? Pas gjithçkaje? Do të ofroj financiarisht, shtoi ai. Por nuk e dua këtë jetë më. Lotët rrjedhën pa kontrollueshëm poshtë fytyrës së saj. Roan, të lutem, shiko birin tënd. Ai nuk e bëri. As edhe një herë. Në vend të kësaj, ai e ktheu shpinën dhe doli. Dera u mbyll dhe ashtu bota e saj mbaroi. Hana u ul atje duke u dridhur, foshnja e saj duke qarë me zë të ulët në krahët e saj. Pa burr, pa shtëpi, pa të ardhme, vetëm dhimbje dhe një premtim i heshtur duke u formuar thellë brenda zemrës së saj. Një ditë, ajo do të ngrihej. Jo për hakmarrje, por sepse ajo nuk kishte zgjedhje tjetër. Por ajo që Hana ende nuk e dinte ishte se rruga përpara do ta transformonte atë në dikë që Roani nuk do të ishte në gjendje ta përballonte kurrë më. Dhoma e spitalit ndjehej më e ftohtë pasi ai u largua. Shumë e qetë, shumë e zbrazët. Hana u ul e qetë për një kohë të gjatë, duke ndjekur derën, sikur ai mund të kthehej, sikur gjithçka që sapo ndodhi nuk ishte e vërtetë. Por ai nuk e bëri. Ai kurrë nuk e bëri. Foshnja e saj qau me zë të ulët në krahët e saj, duke e tërhequr atë përsëri në realitet. Ajo shikoi poshtë tek ai, i vogël, i brisht, i pafajshëm, dhe diçka brenda saj ndryshoi. Nuk do të lejoj të vuash për shkak të tij, pëshpëriti ajo. Edhe pse ajo nuk kishte ide se si do ta mbante atë premtim. 2 ditë më vonë, Hana qëndronte jashtë shtëpisë që dikur e quante shtëpi. Një çantë e vogël në njërin dorë, foshnja e saj në tjetrën. Portat ishin të mbyllura. Ajo trokiti. Pa përgjigje. Përsëri, akoma asgjë. Pastaj roja u afrua, duke shmangur sytë e saj. Zonjë, më është thënë të mos ju lejoj të hyni. Zemra e saj u dobësua. Çfarë? Zoti dha urdhra të rrept, tha ai me zë të ulët. Nuk ju lejohet më këtu. Hana ndjeu gjunjët e saj duke u dobësuar. Kjo është shtëpia ime. Roja nuk tha asgjë, sepse të dy e dinin se nuk ishte më. Pa vend ku të shkonte, ajo thiri të vetmit njerëz që mendoi se mund të ndihmonin familjen e saj. Ju lutem, thjesht kam nevojë për një vend ku të qëndroj për një kohë, u lut ajo në telefon. Kishte një pauzë të gjatë. Pastaj zëri i nënës së saj erdhi, i ftohtë, i largët. Ti bëre zgjedhjen tënde kur u martove me atë burr. Lotët i mbushën sytë e Hanës. Nën, kam një fëmijë. Dhe tani duhet të jetosh me vendimet e tua. Linja u ndal. Hana uli ngadalë telefonin. Ky ishte momenti kur ajo kuptoi se ishte plotësisht e vetme. Natën e parë, ajo flinte në një dhomë të lirë dhe të ngushtë që mezi mund ta përballonte financiarisht. Muret ishin të çara. Shtrati ishte i vogël. Ajri ndjehej i rëndë. Foshnja e saj qau gjatë gjithë natës, i uritur, i padurueshëm. Hana e lëkundi butësisht, duke përshpëritur përmes lotëve të saj. Më falni. Unë jam shumë i keq. Kishte ditë kur ajo nuk hante vetëm që të mund të blinte qumësht. Ditë kur ajo ecte në diellin e nxehtë, duke bartur fëmijën e saj, duke kërkuar punë. Por çdo derë u mbyll. Nuk keni përvojë. Ne nuk po punsojmë. Kthehuni më vonë. Më vonë kur nuk erdhi. Një mbrëmje, pas një refuzimi tjetër, Hana u ul në dysheme në dhomën e saj të vogël. Foshnja e saj duke fjetur pranë saj. Trupi i saj i raskapitur. Shpirti gati i thyer. Ajo ndoqi murin në heshtje. Pastaj ngadalë, ajo i fshiu lotët. Kjo nuk mund të jetë jeta ime, përshpëriti ajo. Zëri i saj u dridh, por kishte diçka të re në të. Forcë. Unë nuk i mbijetova të gjitha ato vetëm për të qëndruar kështu.
Ajo shikoi fëmijën e saj dhe në atë moment diçka ndryshoi. Unë do të ngrihem, tha ajo me vendosmëri, pavarësisht se sa kohë do të duhet. Hana mori një vendim që do të ndryshonte gjithçka. Ajo u kthye në shkollë. Nuk ishte e lehtë. Ajo punoi punë të vogla gjatë ditës, pastrimi, asistenca, çdo gjë që mund të gjej. Natën, ajo studioi biznes, financa, strategji. Nganjëherë me fëmijën e saj duke fjetur në gji, nganjëherë me lodh që i zamën shikimin. Por ajo nuk ndaloi. Kishte momente kur ajo gati u dorëzua. Provime që dështoi. Punë që humbi. Fatura që nuk mund të paguante. Një natë, pronari i shtëpisë trokiti në derën e saj. Nëse nuk paguani deri nesër, jeni jashtë. Hana e mbajti fëmijën e saj fort, paniku duke u ngritur në gjoks. Ju lutem, thjesht më jepni më shumë kohë. Por koha ishte diçka që ajo nuk e kishte. Atë natë, ajo qau më fort se kur më parë. Jo për shkak të Roanit, por sepse ajo ishte e lodhur. E lodhur nga lufta. E lodhur nga mbijetesa. Disa javë më vonë, mundësia erdhi në mënyrën më të papritur. Një kompani e vogël fillestare po punësonte praktikantë. Pagesë e ulët, orë të gjata, por një shans. Hana nuk hezitoi. Do ta marr, tha ajo menjëherë. Në fillim ishte brutale. Ajo u injorua, u nënvlerësua, i u dhanë detyrat më të vogla. Por ajo i kushtoi vëmendje, ndoqi gjithçka, mësoi më shpejt se çdo kush priste. Një ditë, gjatë një takimi të ekipit, kompania përballi një problem serioz. Shitje në rënje, strategji e dobët, konfuzion kudo. Askush nuk kishte një zgjidhje. Heshtja mbushi dhomën. Pastaj, Hana foli. Me zë të ulët në fillim. Kam një ide. Të gjithë u kthyen nga ajo. Disa të befasuar, disa me dyshim. Ajo shpjegoi strategjinë e saj, të qartë, të thjeshtë, të guximshme. Dhoma u bë e qetë përsëri, por kësaj here ishte ndryshe. Ceoja u përkul përpara. Përsëri. Një javë më vonë, ideja e saj funksionoi. Jo vetëm funksionoi, ajo shpëtoi kompaninë nga një humbje e madhe. Pa pritmas, njerëzit e vunë re atë. Të njëjtët njerëz që dikur e injoronin tani e dëgjonin, e respektonin, e promovonin. Hapi pas hapi, Hana filloi të ngrihej. Vitet kaluan. Punë e vështirë u shndërrua në rezultate. Rezultatet u shndërruan në ndikim. Ndikimi u shndërrua në fuqi. Hana nuk mbjetonte më. Ajo po ndërtonte, po bëhej diçka e parezistueshme. Por ajo kur nuk harroi dhimbjen, refuzimin, natën kur ajo nuk kishte asgjë, dhe burrin që u largua pa u kthyer prapa. Ndërkohë, në një pjesë tjetër të qytetit, Roan qëndronte në zyrën e tij, duke ndjekur raportet financiare. Shpreha e tij e tensionuar. Diçka ishte gabim, shumë gabim. Kompania e tij filloi të shembet. Dhe pjesa më e keqe, ai nuk e dinte se gruaja që dikur e braktisi ishte gati të bëhej përgjigja e rënies së tij. Roan ndoqi numrat përsëri. Por pa marrë parasysh sa herë i kontrolloi, ata nuk ndryshuan. Humbje, borxhe, investitor që tërhiqeshin. Çfarë po ndodh? Ai përshpëriti nën frym. Kjo nuk duhej të ndodhte. Ai duhej të fitonte. Ai gjithmonë e bënte atë. Por kohët e fundit gjithçka po shembet. Vendime të këqija, zgjerime të nxituara duke i besuar njerëzve të gabuar. Kompania e tij dikur e fuqishme po gdhendej. Zotëri, nuk mund ta mbajmë këtë, tha këshilltari i tij financiar me kujdes. Nëse nuk sigurojmë një investitor të madh së shpejti, jemi të kryer. Roan shtrëngoi nofullat. E ndërtova këtë kompani nga asgjë. Nuk po e humb atë. Por thellë brenda, ai e dinte të vërtetën. I kishte mbaruar koha. Disa ditë më vonë, erdhi një ofertë. Një firmë e madhe investimi, e fuqishme, e qetë, strategjike. Ata donin të blinin kompaninë e tij. Në fillim, Roan e refuzoi atë. Jo, nuk po shes. Por pastaj banka thiri përsëri. Më shumë presion, më shumë kërcënime, më shumë realitet. Dhe më në fund, ai nuk kishte zgjedhje. Organizoni takimin, tha ai me të ftohtë. Dita e takimit erdhi.
Roan rregulloi kostumin e tij ndërsa qëndronte jashtë sallës së konferencave. Kjo ishte ajo. Marrëveshja që do ta shpëtonte ose do të përfundonte gjithçka. Ai e shtyu derën hapur. Ekzekutivët u ulën rreth tavolinës së gjatë. Fytyra serioze, kostume të shtrenjta, njerëz të fuqishëm. Ai hyri me besim, duke u përpjekur të fshehte stuhin brenda tij. Le të fillojmë, tha ai. Pastaj dyert pas tij u hapën përsëri. Hapa, të qetë, të qëndrueshëm, të patundur. Roan u kthye. Dhe në atë moment, i gjithë bota e tij ndaloi. Hana. Ajo hyri sikur e zotëronte dhomën. Elegante, e qetë, e fuqishme. Jo gruaja e thyrë që la pas. Jo vajza që e luti të qëndronte. Ky ishte dikush tjetër, dikush i pamprekshëm. Ajo as që duke e befasuar, thjesht e qetë, e kontrolluar dhe plotësisht në kontroll. Roan blinkoi, duke u përpjekur të përpunonte atë që po shite. Hana, zëri i tij mezi doli. Ajo mori vendin e saj në krye të tryezës. Në krye. Gjoksi i tij u shtrëngua. Një nga ekzekutivët foli. Zotëri Roan, më lejoni të prezantoj CEO-n ton. Një pauzë. Zonjë Hana. Dhoma u bë e heshtur. Roan lëshoi një qeshje të vogël, mosbesuese. Kjo është një shaka, apo jo? Askush nuk qeshi. Hana më në fund e shikoi atë drejt në sytë e tij. Të njëjtët sytë që dikur qanë për të. Tani nuk kishte asgjë atje. As dhimbje, as dashuri, vetëm largësi e qetë. Kjo nuk është një shaka, tha ajo me zë të ulët. Zëri i saj ishte i qëndrueshëm, i mbret, i kontrolluar. Mendja e Roanit vrapoi. Si, përshpëriti ai. Si bëre ti? Por përgjigja ishte tashmë para tij. Vite. Vite vuajtjesh që ai kur nuk i pa. Dhimbje për të cilat ai kur nuk u kujdes. Forcë që ai kur nuk besoi se ajo kishte. Hana hapi dosjen para saj. Le të mos humbim kohë, tha ajo. Tonin e saj ishte thjesht biznes. Kompania juaj aktualisht operon me humbje. Borxhe të rënda, menaxhim i dobët i aseteve. Çdo fjalë e goditi si një çekiç. Ne po ofrojmë një blerje të plotë. Roan gëlltiti. Dhe nëse refuzoj? Hana nuk hezitoi. Nuk do të mbjetoni edhe 3 muaj të tjerë. Heshtje. Heshtje e rëndë, e shtypse. Për herë të parë, Roan ndjeu të vogël, të paftueshëm, në të njëjtën mënyrë si ajo ndjehej dikur. Zëri i tij u zbut. Hana. Ajo nuk u përgjigj. Bëra një gabim. Asgjë. Nuk duhej të lija. Akoma asgjë. Duart e tij u shtrënguan. E pendohem. Çdo ditë. Hana mbylli ngadalë dosjen. Pastaj, ajo foli. Ti nuk pendohesh që më la, zëri i saj ishte i qetë. Ti pendohesh për atë që unë u bëra pasi të lash. Roan ngriri. Kjo goditi më thellë se çdo gjë tjetër. Pastaj ajo u ngrit. Dhe për herë të parë kishte emocion në sytë e saj. Jo dashuri, jo zemërim, vetëm e vërteta. Ti u largove nga biri yt pa e parë as edhe një herë. Fryma e Roanit u ndal. Biri im. Dera u hap. Një djalë i vogël hyri me besim, i qetë, i shoqëruar nga një asistent. Roan ndoqi, zemra e tij duke rrahur shpejt. Ngjashmëria ishte e pamohueshme. Djali ndaloi pranë Hanës. Ajo vendosi një dorë të butë mbi shpatullën e tij. Kjo është jeta që ti braktise, tha ajo me zë të ulët. Sytë e Roanit u mbushën me befasim, me pendim, me diçka që ai nuk mund ta ndreqte më. Hana e shikoi përsëri një herë të fundit, profesionale përsëri, e kontrolluar. Marrëveshja e qëndron, tha ajo. Por kuptoni këtë. Një pauzë. Ti nuk po e humb kompaninë tënde për shkak tim. Sytë e saj u kthyen tek ai. Ti po e humb atë për shkak të burrit që zgjodhe të jesh. Roan nuk tha asgjë, sepse nuk kishte më asgjë për të thënë. Ai nënshkroi, jo vetëm letrat, por pasojat e së kaluarës së tij. Ndërsa Hana dilte nga dhoma me të birin, ajo nuk u kthye prapa, as edhe një herë. Sepse disa kapituj nuk kanë nevojë për mbyllje. Ata kanë nevojë për distancë.
Ai e braktisi atë kur ajo nuk kishte asgjë dhe humbi gjithçka kur ajo u bë e parezistueshme. Pas asaj dite në zyrën e konferencave, jeta e Roanit ra në një spirale të pashmangshme. Ai nënshkroi marrëveshjen, dorëzuan kompaninë e tij me emër të njohur dhe papritmas gjeti veten në anën tjetër të tryezës, duke parë si çdo gjë që kishte ndërtuar I kalonte në duart e gruas që dikur e kishte lënë në spital. Nuk kishte më zyrë të madhe, nuk kishte më asistent personal, as një listë të pafund takimesh. Kishte vetëm një apartament të vogël dhe një llogari bankare që po thahej shpejt. Parat nga shitja e kompanisë shpenzuan shpejt për të mbuluar borxhet e mbetura. Roan u përpoq të fillonte përsëri, por emri I tij tashmë ishte I njollosur në botën e biznesit. Investitorët e shmangnin, partnerët nuk I kthenin telefonatat dhe shpresa filloi të duket si një objekt I pamundur. Në fillim, ai u përpoq të kontaktonte Hanën përsëri. Jo për biznes, por për të kërkuar falje, për të parë fëmijën. Por secili mesazh, secili telefonat, u la pa përgjigje. Ajo kishte ndërtuar një mur të padukshëm rreth vetes dhe ai nuk gjeti asnjë çarje. Një mbrëmje, ai qëndroi jashtë ndërtesës së lartë ku ajo tani kishte zyrat e saj, duke parë dritat në katin e sipërm. E kishte parë atë të dilte, të hynte në një makinë të zezë elegante, gjithmonë e shoqëruar nga asistente dhe siguri. Ishte e pamundur të arrihej. Ajo nuk ishte më Hana që ai kishte njohur. Ajo ishte një forcë e padiskutueshme, një monument I reziliencës dhe I fuqisë së vullnetit. Ndërkohë, Hana nuk ndalte. Kompania e saj, e cila filloi si një startup e vogël, po bëhej një emër I respektuar në industri. Ajo nuk drejtonte vetëm një biznes të suksesshëm, ajo krijoi një fondacion për nënat e vetme, ofronte bursa për gratë që donin të ktheheshin në shkollë dhe ndërtoi strehimore për ata që ndodheshin në situatën e saj të dikurshme. Çdo sukses I saj ishte një kujtim I rrugës së gjatë që kishte kaluar dhe çdo ndihmë që ofronte ishte një mënyrë për të siguruar që askush tjetër nuk do të ndiej aq e vetmuar sa ajo ishte ndier atë natë në dhomën e vogël me fëmijën që qante. Fëmia I saj, Liri, po rritej I shëndetshëm dhe I lumtur. Ajo e kishte ngritur atë me dashuri të pakushtëzuar, duke I mësuar rëndësinë e ndeshmërisë, punës së rëndë dhe respektit. Liri nuk e dinte të gjithë historinë, por e dinte se nëna e tij ishte heroja e tij. Donte të bëhej si ajo, e fortë dhe e mirë. Shpesh, kur Hana punonte vonë në zyrë, ai ulte kokën në tavolinën e saj duke lexuar, duke ndier qetësinë e pranisë së saj. Ajo sigurohej që ai të kishte çdo mundësi që ajo kur nuk kishte pasur. Dhe për herë të parë, ndjeu një paqe të vërtetë. Por gjithsesi, ndonjëherë, kur heshtja ishte më e thellë, kujtimet ktheheshin. Ajo kujtonte dritën në balkon, zërin e butë të Roanit, premtimin që nuk u mbajt kurrë. Ajo kujtonte dhimbjen në spital, ndjenjen e braktisjes, frikën e të ardhmes së errët. Këto kujtime nuk e bënin më të dobët, ato I kujtonin pse ishte bërë e fortë. Ajo nuk e urrente më Roanin. Urrejtja kishte humbur energjinë e saj shumë kohë më parë. Në vend të kësaj, ajo ndjej një shqetësim të çuditshëm, një pikëllim për humbjen e atij që dikur kishte dashur dhe për burrin që ai zgjedhi të bëhej. Vitet kaluan. Liri u bë një djalosh I zgjuar dhe I ndjeshëm, me sytë e nënës së tij dhe një lakmi për të mësuar që e bënte atë të shkëlqente në shkollë. Një ditë, kur Liri ishte rreth 8 vjeç, ai ul pranë Hanës në divan pasi kishte dëgjuar disa fjalë të zbrazta në shkollë. Nëna, tha ai, duke I kthyer sytë e tij të mëdhenj dhe serioz drejt saj. Ku është babai im? Pyetja e erdhi pa paralajmërim dhe për një moment zemra e Hanës ndaloi. Ajo e përqafoi atë dhe e ndihmoi të ulte pranë saj. Babai yt, filloi ajo me kujdes, është një njeri që bëri disa zgjedhje shumë të gabuara shumë kohë më parë. Ai na la kur ti ishte shumë I vogël dhe unë vendosa të përqendrohem në ty dhe në të ndërtuar një jetë të mirë për ne të dy. Liri e shikoi atë duke përpunuar këtë informacion. A do të kthehet ndonjëherë? Ajo rrokullisi kokën duke përcjell siguri por jo ashpërsi. Unë nuk e di, Liri. Ndonjëherë njerëzit ndryshojnë, por ndonjëherë zgjedhjet që bëjnë I bëjnë shumë të vështirë kthimin. Më e rëndësishmja është që ti je I dashur shumë dhe ne jemi mirë së bashku. Djali u përqafua atë dhe ajo ndjeu një lehtësim të përzier me një dhimbje të vjetër. Ndërsa Liri vazhdoi të rritej, pyetjet e tij u bën më të thellë. Dikur, kur ai ishte 12 vjeç, ai gjetur një fotografi të vjetër në një kuti në Papafingo.
Ishte një fotografi e dasmës së Hanës dhe Roanit të dy duke buzëqeshur, me sy të shkëlqyer dhe një të ardhme para tyre që dukej e pafund. Ky është ai, apo jo? Pyeti ai, duke e mbajtur fotografi me gishta të kujdesshëm. Hana mori një frym të thellë. Po, është ai. Liri e ndoqi fytyrën në fotografi për një kohë të gjatë. Duket i ndryshëm nga çfarë imagjinoja, tha ai më në fund. Ajo ju përgjigj me sinqeritet, duke shpjeguar se njerëzit ndonjëherë ndryshojnë, se dashuria mund të zhduket dhe se forca vjen nga zgjedhja për të qëndruar i mirë edhe kur të tjerët nuk janë. Gjithë këto vite, Roan jetoi në hije të vetë tij. Ai punoi në punë të vogla zyre, duke humbur shkëlqimin e tij të dikurshëm. Shpresa e tij për një kthim të shkëlqyer u zbezhua gradualisht, duke u zëvendësuar nga një pranim i hidhur i realitetit. Një ditë, duke kaluar para një dyqani me televizor, pa një lajm në ekran. Ishte Hana, duke u intervistuar për suksesin e saj si SAEL dhe për punën filantropike. Ajo duke e qetë, e fuqishme, e plotë. Fëmia i saj, një djalosh i shkëlqyer me sy të ndritshëm, ishte pranë saj, duke treguar mbështetjen e tij të plotë. Roan ndaloi në trotuar, duke ndier një dhimbje të mprehtë në gjoks. Ai nuk e njohu më gruan në ekran. Dhe djali ishte një i huaj që mbante gjysmën e adnës së tij. Ai u kthye në apartamentin e tij të vogël, i mbushur me një ndjenjë të përmbajtur shpirtërore. Mbylli sytë dhe për herë të parë lejoi veten të përjetojë plotësisht humbjen. Nuk humbi vetëm një kompani ose pasuri. Humbi dashurinë e një gruaje të fortë. Humbi mundësinë për të njohur dhe për të dashur një fëmijë. Humbi respektin e vetvetes. Dhe më e dhimbshme nga të gjitha, e kuptoi se kishte dashur gjithçka atë që kishte pasur, dhe tani nuk kishte asgjë. Vendi i fundit ku mund të shkonte ishte pranë fondacionit të Hanës. Dita ishte e ftohtë dhe me erë, dhe ai qëndroi përtej rrugës, duke parë si nëna me fëmijë të vegjël hynin dhe dilnin, duke marrë ndihmë dhe mbështetje. Pa u ndier, lotët filluan të rrjedhin shënues për sytë e tij. Nuk ishin lotë zemërimi ose keqtashjeje. Ishin lotë pendimi të pastër, të hidhur dhe të vonuar. Ktheu shpinën dhe u largua, duke ditur se nuk kishte asnjë të drejtë të pranonte falje, por gjithsesi duke u përpjekur të gjejë një mënyrë për të jetuar me gabimet e tij. Liri, tani një adoleshent, vazhdoi të shkëlqente akademikisht. Ai pati një interesim të thellë për teknologji dhe inovacion, dhe Hana e inkurajoi atë në çdo hap. Ajo e mësoi atë jo vetëm rreth biznesit, por edhe rreth mirësisë, empatisë dhe rëndësisë së të ndenjurit njerëzor edhe në botën e konkurrencës. Një mbrëmje, gjatë një projekti shkolle, Liri bëri një pyetje të papritur. A mendon se do ta falja ndonjëherë, nëse do të kërkonte falje? Hana e ndoqi atë me sytë e saj të urtë. Falja, tha ajo butësisht, nuk është për personin që bëri gabimin. Është për ty, për të liruar zemrën tënde nga bara e hidhërimit. Unë e kam falur tashmë, sepse nuk doja ta mbaja atë brenda meje. Por falja nuk do të thotë të harrosh ose të lejosh që të dëmtoj përsëri. Do të thotë të zgjedhësh paqen tënde mbi dhimbjen e tij. Liri mendoi për këtë, dhe ajo e pa kuptimin duke lulëzuar në të. Koha vazhdoi të kalonte. Hana u bë një figurë e respektuar jo vetëm në biznes, por edhe në komunitet. Ajo u ftua shpesh për të folur në konferenca, ku ndante historinë e saj jo për të krijuar keqardhje, por për të frymëzuar të tjerët. Ajo nuk theksoi kurrë hakmarrjen. Në vend të kësaj, theksoi fuqinë e përmbushjes personale dhe rëndësinë e të qenit i sjellshëm edhe kur bota nuk është e sjellshme me ty. Roan, nga ana tjetër, jetoi një jetë të qetë dhe të padukshme. Ai punoi si kontabilist në një zyrë të vogël, duke jetuar me më pak dhe duke mësuar të vlerësonte thjeshtësinë që dikur e kishte përçmuar. Ndonjëherë donte të dërgonte një letër, një mesazh, diçka. Por fjalët kurrë nuk dolën si duhet dhe ai e la në heshtje. Kur Liri mbushi 18 vjeç, ai mori një vendim të madh. Me mbështetjen e plotë të nënës së tij, ai aplikoi dhe u pranua në një universitet të shkëlqyer për studime në teknologji. Para se të nisej, ai u ul me nënën e tij për një bisedë serioze. Dua të ta di diçka, nën, tha ai, duke marrë duart e saj në të tija. Ti më ke mësuar çdo gjë që di rreth të qenit i fortë dhe i mirë. Dhe unë dua të them se, pavarësisht se çfarë ndodhi në të kaluarën, unë jam mirë. Unë jam i plotë. Dhe kjo është fal teje. Hana ndjeu lotët e lumturisë duke u mbledhur në sy.
Ti je dhurata më e madhe e jetës sime, përgjigj ajo duke e përqafuar fort. Por Liri nuk kishte mbaruar. E di se babai im jeton në qytet. E kam parë në fotografi. Dikur kam kërkuar në internet. Ai punon aty, jeton atje. Unë nuk jam i sigurt se çfarë ndjej për të, por dua të kem mundësinë ta pyes disa gjëra vetë, nëse ndihem gati një ditë. Hana e përqafoi përsëri, duke ndjerë një val dashurie dhe krenarie. Ti je i zgjuar dhe i zemërmadh, Liri. Ti do të bësh zgjedhjen e duhur, pavarësisht se çfarë vendos. Unë do të jem gjithmonë këtu për ty. Djali buzëqeshi, i lehtësuar nga sinqeriteti i saj. Disa javë më vonë, para se të nisej për në universitet, Liri vendosi të bënte një vizitë. Ai gjeti adresën e Roanit pas një kërkimi të thjeshtë online. Nuk e la të dim nënën e tij, donte ta bënte këtë vetëm. Dita ishte e qetë dhe me diell. Ai u ndal para një ndërtese të modeste, duke marrë një frym të thellë dhe duke trokitur në derë. Kur u hap, Roan dukej më i vjetër se sa në fotografi, me flokë të zbardhur dhe sy të lodhur. Ai nuk e njohu menjëherë djalin, por diçka në sytë e tij, në strukturën e fytyrës, i tërhoqi vëmendjen. Po, pyeti Roan, zëri i tij i ashpër nga mospërdorimi. Unë jam Liri, tha djali me qetësi. Roan u tërhoq, duke e kapur kornizën e derës për mbështetje. Sytë ju zgjuan dhe ai mezi mund të merrte frym. Ti, filloi ai, por fjalët nuk dolën. Po, tha Liri. Mund të flasim? Roan hapi derën më gjerë, duke e lënë atë të hynë në një apartament të vogël por të pastër. Nuk kishte shumë personalizim, vetëm disa libra dhe një kompjuter të vjetër. Ulën në një divan të vogël, Liri filloi të flasë pa asnjë hidhërim. Nuk erdha këtu për të kërkuar diçka nga ti, nuk dua as para, as një shpjegim. Erdha sepse nëna ime më mësoi se është mirë të jesh i qartë me ndjenjat e tua, dhe unë dua të di vetëm një gjë, a e kupton ti sasinë e dëmit që ke bërë? Roan uli kokën, duart e tij duke u dridhur lehtë. E kuptoj, përshpëriti ai. Çdo ditë e kuptoj. Dhe nuk ka më shumë fjalë për të thënë sa që të më vinë më mirë. Unë jam shumë i keq. Liri e ndoqi atë. Nëna ime është personi më i fortë që kam njohur ndonjëherë. Ajo më ka mësuar çdo gjë. Dhe edhe pse nuk e qenë aty, ajo më ka dhënë një jetë të plotë dhe të dashur. Roan lotoi, pa u mundur të ndalte rrjedhjen. Ajo gjithmonë ka qenë e mahnitshme, tha ai, zëri i thyer. Unë isha shumë i verbër për ta parë atë. Biseda vazhdoi për disa minuta të tjera. Liri pyeti disa pyetje të thjeshta për fëmërinë e Roanit, për interesat e tij, gjëra që dikush mund t'i dinë për një prind. Roan u përgjigj me sinqeritet të dhimbshëm, duke rrëfyer gabimet e tij dhe regjistrimin e humbjeve. Kur Liri u ngrit për të ikur, Roan ndoqi atë në derë. Faleminderit, tha Roan me zë të përmbajtur. Faleminderit që erdhe. Liri u përgjigj me një shikim serioz. Mos faleminderit mua. Jeto me këtë. Bëje më mirë për vete. Pastaj ai u kthye dhe u largua, duke lënë Roan të përballonte përsëri boshllëkun e tij, por tani me një ndjenjë të re çlirimi dhe një dhimbje të thellë pendimi. Kur Liri u kthye në shtëpi, ai I tregoi nënës së tij çdo gjë. Hana e dëgjoi me zemër të hapur, duke respektuar zgjedhjen e tij dhe duke ndjerë një paqe të madhe. Ajo e përqafoi atë dhe tha, ti ke një zemër më të madhe se çdo kush. Unë jam kaq krenare për ty. Djali I përgjigj, ai është I thyer, nëna. Dhe ndonë se nuk do të jetë kur pjesë e jetës sonë, më vjen keq për të. Koha vazhdoi të rrjedhë. Liri shkoi në universitet dhe lulëzoi, ndërsa Hana vazhdoi të udhëheqë dhe të ndihmonte të tjerët. Roan, megjithse ende I vetmuar, filloi të vullnetarizohej në një kuzhinë popullore, duke gjetur një farë qëllimi në ndihmën për të tjerët. Ai kur nuk u afrua sërish me familjen e dikurshme, por ndonjëherë, kur shihte lajme për sukseset e Hanës ose kur dëgjonte në mënyrë të rastësishme për arritjet akademike të Lirit, ndjej një krenari të hidhur, duke e ditur se nuk kishte asnjë të drejtë për të ndjerë asgjë. Vitet kaluan pa u ndjerë. Hana, tani në moshën e saj të mesme, u bë një mentore për shumë gra të reja në biznes, duke ndarë urtësinë e saj dhe historinë e saj me ato që kishin nevojë për frymëzim. Liri u diplomua me çmime dhe filloi punën e tij në një kompani teknologjike inovative, duke ndjekur ëndrat e veta.
Ai shpesh e kthehej në shtëpi për të ngrënë darkë me nënën e tij, duke treguar histori dhe qeshur së bashku. Dhoma ishte gjithmonë e mbushur me dashuri dhe qetësi. Një ditë, ndërsa Hana shëtiste në kopshtin e saj, duke kujtuar rrugën e gjatë që kishte kaluar, ndjej një mungesë të çuditshme të hidhërimit. E kujtonte atë vajzën e re, të frikësuar në spital, gruan e shkatëruar jashtë portave të shtëpisë së saj, studenten e lodhur që punonte deri vonë në natë. Të gjitha këto ishin pjesë e saj, por ato nuk e përcaktonin më. Ajo ishte tashmë dikush tjetër, dikush që kishte lulëzuar përmes shiut dhe kishte gjetur diell në anën tjetër. Ktheu kokën lart duke parë diellin e pasdites dhe buzëqeshi. Jeta nuk kishte qenë e drejtë, por ajo kishte bërë atë të bukur. Roan, në anën tjetër të qytetit, ndërsa shpërndante ushqim në kuzhinë popullore, pa një grua të re me një fëmijë të vogël në krah, duke kërkuar ndihmë. Në sytë e saj, pa të njëjtën frikë dhe shpresë që dikur i njohu në sytë e Hanës. Ai ofroi një pjatë me ushqim të ngrohtë me një urgjencë të butë. Gjithçka do të jetë në rregull, i tha, me një zë që nuk e përdorte shpesh. Fëmia buzëqeshi dhe gruaja tha faleminderit. Në atë moment, për herë të parë pas shumë viteve, Roan ndjej një ndjenjë të vogël shprese. Nuk ishte shpresë për një të ardhme të re me atë që kishte humbur, por shpresë se ndoshta mund të bënte diçka të mirë me kohën që i kishte mbetur. Historia e Hana dhe Roan nuk përfundoi me një ribashkim apo një falje dramatike. Përfundoi me pranim. Hana pranoi të kaluarën dhe gëzoi të tashmen. Liri pranoi origjinën e tij dhe zgjedhi të jetojë me zemër gjerësi. Roan, më në fund, pranoi përgjegjësinë dhe u përpoq të jetonte me më shumë ndërgjegje. Në fund, jeta nuk ishte për hakmarrje ose dënim. Ishte për rritje, për të mësuar dhe për të gjetur paqe brenda vetes, pavarësisht se ku udhëzon rruga. Kur Hana mbushi 50 vjet, ajo organizoi një darkë të vogël familjare. Liri, tani një burr i ri me karrierën e vet të suksesshme dhe një familje në formim, ishte atje me të. Ai mbajti një dolli të vogël dhe tha, për ty, nën, që më ke mësuar se forca nuk vjen nga të mos u thyer kurrë. Vjen nga mënyra se si u përpëliten pjesët përsëri. Hana e përfshiu atë në një përqafim, duke ndjerë plotësinë e një jete të jetuar me qëllim dhe dashuri. Dhe kështu, në ata ra mbi qytet, duke mbuluar me errësirë të butë rrugët, ndërtesat dhe zemrat. Në një ndërtesë të lartë, një dritë ndizej ende, duke treguar një grua që punonte, ende e përkushtuar, ende duke ndërtuar. Në një apartament të vogël, një burr i moshuar fikste televizorin dhe shikoi në errësirë, duke pritur një mëngjes tjetër. Dhe në mes tyre, duke ushtrirë në të gjithë qytetin, ishte një histori e përbashkët e humbjes, reziliencës dhe, më në fund, e gjetjes së paqes. Nuk kishte asnjë fitore të madhe, asnjë humbje të madhe, vetëm njerëz që bënin më të mirën që mundën me zgjedhjet e tyre dhe duke gjetur, në fund, se jeta vazhdon të lëviz përpara, duke i bartur të gjithë me të, duke mos iu kthyer kurrë. 15 vjet pas takimit në zyrën e konferencave, jeta kishte marrë forma të reja. Hana, tani në të 60-tat e saj, kishte dalë pjesërisht në pension nga roli aktiv i CEO-s, duke u kthyer në këshilltare kryesore dhe drejtuese e bordit të kompanisë që ajo kishte ndërtuar. Kompania ishte tashmë një gjigant i njohur ndërkombëtarisht, me zyra në 10 vende dhe mijëra punonjës. Por suksesi i saj më i madh nuk qëndenjur në bilancet financiare. Ishte në ndikimin që kishte në jetët e prekura nga fondacioni i saj dhe në familjen e saj të vogël por të fortë. Liri, tani një burr 35 vjeç, kishte ndjekur ëndrat e tij në teknologji, duke themeluar një kompani inovative të softwareit që fokusohej në zgjidhje për arsimin e largët në zonat rurale. Ai ishte martuar me një grua të mrekullueshme, Ela, një arkitekte me zemër të madhe, dhe së bashku kishin 2 fëmijë, një vajzë 8 vjeçare të quajtur Shpresa dhe një djalë 5 vjeçar të quajtur Bersi. Shtëpia e tyre ishte gjithmonë e mbushur me qeshje, me vizitat e rregullta të gjyshes Hana, e cila ishte bërë qendra e dashurisë dhe e historive për nipërit e saj. Hana shpesh ulej me ta në kopsht, duke i treguar fëmijëve histori për yjet, për trimëritë e vogla dhe për rëndësinë e të qenit i mirë. Shpresa, me lakminë e saj për të mësuar, gjithmonë pyeste, gjyshe, a ke pasur kur frikë? Dhe Hana përgjigjej me sinqeritet, po, e dashur. Shumë herë. Por frika është si një hije. Kur ndes një dritë më të fortë, ajo zhduket. Bersi, nga ana tjetër, donte të dëgjonte histori për nënat e forta dhe për aventurat.
Për ta, gjyshja ishte një superheroine dhe nuk e dinin asnjë version tjetër të historisë së saj. Ajo zgjodhi ta mbante kështu. Roan, nga ana tjetër, ishte bërë një figurë e njohur në komunitetin e vogël të tij. Pas viteve të vullnetarizimit në kuzhinën popullore, ai kishte marrë përsipër koordinimin e një programi ushqimor për të moshuarit e vetmuar. Punë e thjeshtë, por e kënaqshme. Aty gjeti një farë qetësie dhe një kuptim të ri të komunikut. Njerëzit e njihnin si zotin Roan, një burr i qetë dhe i sjellshëm, gjithmonë i gatshëm të ndihmonte. Shumë prej tyre nuk e dinin asnjëherë historinë e tij të kaluar, për biznesin e madh, për braktisjen, për humbjen. Për ta, ai ishte thjesht një plak i mirë me sytë e trishtuar që sillte bukë dhe shoqëri. Ai jetonte në një apartament të vogël, të mbajtur pastër dhe të rregull. Në raftin e tij kishte vetëm një fotografi të vjetër, të fshehur në një kornizë të thjeshtë pas një libri. Ishte ajo fotografi e dasmës. Nuk e shihte shpesh, por nuk mund ta hiqte dot. Ishte një kujtim i asaj që kishte qenë dhe e asaj që kishte humbur. Mbrëmëve, kur heshtja ishte më e thellë, ndonjëherë merrte një fletore dhe shkruante. Jo letra që nuk do t'i dërgonte kurrë, por mendime, reflektime, fjalë të përmbledhura për veten e tij. Në një nga ato fletore kishte shkruar: Gjëja më e vështirë nuk është të pranosh se ke bërë gabime. Është të jetosh me faktin se disa gabime janë të papërshtatshme. Një ditë të vjeshtës, ndërsa Roan po shpërndante ushqime në një qendër komunale, pa një poster të madh në mur ishte një njoftim për një galë qaritative të fondacionit Hana, me të cilën mbështesin edukimin e femrave. Në poster ishte fotografia e Hanës, e përsosur dhe e dinjitetshme, me një buzëqeshje të butë dhe sy të urtë. Ai ndaloi për një moment, duke e ndjerë zemrën të rrah fort. Pastaj vazhdoi me punën e tij, duke përpyekur të fokusohej në pjatën në dorë. Por imazhi i asaj fytyre e ndoqi gjatë gjithë ditës. Ajo natë, ai hapi fletoren e tij dhe shkruajti: "Shoh fytyrën tënde në çdo vend." Jo fytyrën që mbaj në kujtim, por një tjetër, më të urtë, më të qetë. Ti je e lirë nga dhimbja që të shkaktova. Unë jam ai që mbart çdo ditë erën e saj. Kjo është drejtësia. Ndërkohë, në shtëpinë e Hanës, jeta vazhdonte me ritmin e saj të ëmbël. Liri dhe Ela kishin organizuar një festë të papritur për ditëlindjen e 65 të Hanës. Ishte një grumbullim i vogël familjar në kopshtin e tyre, me miq të ngushtë dhe, sigurisht, nipërit që ishin të emocionuar për tortën. Kur të gjithë ishin mbledhur, Liri ngriti një gotë dhe tha: "Për nënën time, që më mësoi se forca vjen nga zemra, jo nga muskuj. Që më tregoi se mund të ndërtosh një pallat mbi rënoja, dhe që më dha dashurinë më të pastër që mund të imagjinoj. Gëzuar ditëlindjen, nën." Hana ndjeu lotët duke i vërshuar syt, por këtë herë ishin lotë gëzimi të pastër, të pa përzier me asnjë hije të kaluar. Shpresa, nipja e saj, i dha një dhuratë të bërë vetë, një vizatim të një gruaje me krah të mëdhenj, duke mbajtur një shtëpi të vogël në duar. "Kjo je ti, gjyshe," tha vajza me krenari. "Ti mban gjithçka së bashku." Hana e përqafoi fort, duke ndjerë se dashuria e kësaj breze të re ishte dhurata më e çmuar e të gjitha. Mbas festës, kur fëmijët ishin fjetur dhe mysafirët kishin shkuar, Liri u ul me nënën e tij në balkon, duke parë yjet. "A ndihesh e plot, nën?" pyeti ai butësisht. Hana buzëqeshi dhe vuri dorën mbi të tij. "Me tepër se çfarë kam ndërruar ndonjëherë. Plotësia nuk vjen nga të pasurit të gjithçkaje, Liri. Vjen nga të diturit se çfarë ka rëndësi dhe nga ta kesh atë në jetën tënde. Unë kam ty, kam nipërit e mi, kam punën time që më kënaq dhe kam paqen brenda meje. Çfarë më shumë mund të kërkoj?" Ai u përqafua dhe për një moment heshtja ndërmjet tyre ishte plot me një mirëkuptim të thellë. Pastaj Liri tha diçka që e habiti. "E di që ai vuan ende. Kam dëgjuar nga disa njerëz në komunitet. Ai është i vetmuar, por bën punë të mirë. Nuk e them këtë për të ndryshuar ndjenjat e tua, apo për të kërkuar ndonjë veprim. E them vetëm sepse di se ti ke zemër të madhe dhe ndoshta dëshiron të dish." Hana e ndoqi atë me sytë e saj të urtë. "Faleminderit që më tregove," tha ajo me qetësi. "Dhe po, më vjen keq për vuajtjen e ti. Por ndjesia e keqardhjes nuk do të thotë se duhet të ndryshoj gjërat. Ai bëri zgjedhjet e tij. Unë bëra të mia. Tani jetojmë me to." Dita tjetër, Hana shkoi në zyrën e fondacionit.
Projekti i ri ishte ndërtimi i një qendre mësimore për fëmijët e varfër në një fshat të largët. Duke shikuar planet, ajo pa emrin e një kontraktuesi që do të merrej me pjesën e ndërtimit. Një nga menaxherët e saj vuri re shikimin e saj. Diçka nuk shkon, zonjë Hana? Hana tundi kokën. Jo, gjithçka është në rregull. Thjesht mendoja se si rrugët ndonjëherë kryqëzohen në mënyra të çuditshme. Nuk shpjegoj më tej. Por ajo natë, ajo nuk mund të flinte. Kujtimet u kthyen jo si valë të dhimbshme, por si piktura të errëta në një muze. Ajo kujtoi momentin kur kishte parë Roanin në sallën e konferencave, shokun në sytë e tij, dëshpërimin. Kujtoi edhe atë djalë të ri që dikur kishte dashur, me ëndrat e tij dhe premtimet e pafund. Dhe pastaj kujtoi fëmijën që qante në spital dhe vetminë e atyre ditëve të errëta. Zemra e saj nuk ngjej më dhimbje, por një lloj keqardhjeje të gjerë për humbjen e një potenciali, për shkatërimin e diçkaje që mund të kishte qenë e bukur. Në mëngjes, ajo mori një vendim të pazakontë. Pa i thënë askujt, ajo shkroi një letër. Jo për Roanin, por për veten e saj. Ishte një letër e gjatë ku ajo liroi çdo mbetje emocioni që mund të kishte mbetur të lidhur me atë kapitull të jetës së saj. Shkroi për dhimbjen, për zemërimin, për faljen dhe për pranimin përfundimtar. Kur mbaroi, ajo e vuri në një zarf dhe e vendosi në një kutiz ku ruante gjërat më të çmuara. Nuk kishte nevojë ta dërgonte. Qëllimi ishte vetë shkrimi, vepri i përfundimit. Ndërsa e mbylli kutin, ndjeu se një peshë shumë e vjetër u hoq nga shpatullat e saj. Ishte si të përfundonte një libër që kishte lexuar shumë herë dhe ta vendoste në rraf, duke e ditur se nuk do ta hapte më, por do ta dinte gjithmonë se ishte aty. Javët kaluan. Projekti i qendrës mësimore filloi dhe Hana u zhyt në punë, duke vizituar vendin dhe takuar familjet që do të përfitonin. Gjatë një prej këtyre vizitave, ajo takoi një grua të re me 2 fëmijë, duke u përballur me vështirësi të ngjashme me ato që ajo kishte përjetuar. Gruaja, të quajtur Valbona, kishte humbur burrin e saj dhe po përpiqej të mbante famë. Igen duke punuar në një fabrikë. Nuk kam shpresë, i tha Valbona me zë të lënguar. Hana ul pranë saj, duke marrë duart e saj në të saja. Shpresën nuk e gjen jashtë, i tha ajo me zë të butë. E gjen brenda. Ti je më e fortë se çfarë mendon. Dhe unë jam këtu për të ndihmuar. Në atë moment, Hana pa reflektimin e vajzës së saj të dikurshme në sytë e Valbones, dhe e kuptoi se ky ishte qëllimi i vërtet i rrugës së saj, të ndihmonte të tjerët të gjenin dritën e tyre. Ndërkohë, Roan po përjetonte një krizë shëndetësore. Të moshuar tani, shëndeti i tij filloi të dështonte. Mjeku i tha se kishin probleme me zemrën dhe se duhej të qëndronte në shtrat dhe të shmangej stresin. Por çfarë stresi kishte ai? Jeta e tij ishte një monoton e qetë. Megjithatë, trupi i tij dukej se po i kthehej përgjigje të gjitha viteve të hidhërimit të përmbajtur dhe vetmisë. Një mbrëmje, ndërsa ishte në shtrat duke dëgjuar shiun që binte kundër dritares, ndjeu një nevojë të papërmbajtshme për të shkruar diçka. Jo në fletoren e tij, por diçka që mund të lexohej nga dikush tjetër. Me duar të dridhura, mori një flet letre dhe filloi të shkruante një letër. Adresa ishte e fondacionit Hana. Nuk shkroi emrin e saj personal. Filloi thjesht, për atë që kam bërë, nuk ka fjalë të mjaftueshme. Por dua të them diçka, vetëm një herë, që të dini. Letra ishte e shkurtër dhe e thyrë. Ai shkroi për pendimin, për çdo ditë të vetmisë, për respektin që kishte për forcën e saj dhe për dëshirën e tij të fundit, që ajo dhe fëmia i saj të dinin se, në fund, ai e kuptonte shtatën e dëmit të shkaktuar. Nuk kërkoj falje, sepse di se është shumë pak. Kërkoj vetëm të dini se e shoh dritën tuaj nga larg dhe ajo më ngro edhe mua në mënyrën time të vogël. Ai e vulosi në një zarf, shkroi adresën e fondacionit dhe ditën tjetër i kërkoi një fqinjë tafus në pos. Nuk e dinte nëse do të arrinte te ajo apo nëse do të hidhej menjëherë. Nuk kishte asgjë për të humbur. Letra arriti në fondacion pas një jave. Sekretarja e zyrës, duke parë adresën e dërguesit të panjohur dhe natyrën personale, vendosi ta çojë atë te menaxherja e lartë e projekteve, e cila nga ana e saj e vendosi në tryezën e Hanës, duke e shënuar si personale. Mund të jetë e rëndësishme. Hana e pa zarfin një mbrëmje, ndërsa po përgatitej për një takim. Ajo e hapi dhe lexoi. Dorët i saj nuk u dridhen.
Zemra nuk I rahu më shpejt. Ajo lexoi fjalët e thjeshta, të thyera dhe ndiej një pikëllim të thellë, por të qetë. Nuk ishte zemërim, as hidhërim, as gëzim. Ishte një ndjenje e çuditshme e përfundimit. Ajo nuk I përgjigj. Çfarë mund të thoshte? Falenderoj. Do të duke ironike. Ta pranonte? Nuk kishte nevojë. Në vend të kësaj, ajo e vuri letrën në të njëjtën kuti ku kishte vendosur letrën e saj. 2 letra, 2 anë të së njëjtës histori, të mbyllura tani së bashku, si një kapitull I mbyllur përfundimisht. Por diçka në shpirtin e saj I kërkoi të bënte një veprim. Jo për Roanin, por për parimin e mirësisë që ajo gjithmonë kishte përqafuar. Ajo e thiri menaxherin e programit për të moshuarit në fondacion dhe I tha, ka një burr të moshuar në atë zonë, emrin Roan. Sigurohuni që në listën e përfituesve të programit ton të shoqërisë për të moshuarit e vetmuar të përfshihet edhe ai. Pa fanfar, pa e bërë të ditur prej tij se vjen nga ne. Thjesht sigurohuni që dikush të shkojë të shndërrohet me të një herë në javë. Menaxherja pranoi, pa bërë pyetje. Ajo dinte se zonja Hana gjithmonë kishte arsyet e veta, dhe ato ishin gjithmonë të mira. Kështu, filloi një ritual I ri. Çdo të enjte, një vullnetar I ri, një student I psikologjisë I quajtur Arben, shkonte në apartamentin e Roanit për të kaluar një orë duke biseduar. Në fillim, Roan ishte I dyshim. Pse vini? Pyeti. Arben ishte I sinqert. Është pjesë e një programi për të moshuarit që jetojnë vetëm. Unë jam këtu për të dëgjuar, nëse dëshironi të flisni, ose thjesht për të ndarë një çaj. Ngadalë, shumë ngadalë, Roan filloi të hapej. Nuk fliste për të kaluarën, por për të tashmen, për librat që lexonte, për kujtimet e fëmijërisë së tij në fshat, për muzikën që I pëlqente. Gjëra të thjeshta. Një ditë, Arben solli me vete një libër me poezi të një poeti shqiptar. Roan e hapi dhe pa një poezi të shënuar. Titulli ishte Kthimi. Ai lexoi vargjet që flisnin për gjetjen e paqes brenda vetes, pavarësisht nga stuhitë e jashtme. Duke e lexuar atë, ndjeu se disa nyje brenda tij çliroheshin. Nuk e dinte se kush e kishte shënuar atë poezi, por diçka e tha se nuk ishte rastësi. Kohërat vazhduan të kalonin. Hana e kaloi ditëlindjen e saj të 67 me familjen e saj. Liri dhe Ela I dhuruan një udhëtim për të gjithë familjen në Bregdet dhe aty, duke ecur përgjatë plazhit me nipërit e saj, Hana ndjeu një lumturi të plotë, të paqartë. Ajo kishte jetuar për të kaluarën, për të tashmen dhe tani për të ardhmen që do të vazhdonte përmes pasardhësve të saj. Një mëngjes dimri, Roan u zgjua duke ndier një të ftohtë të çuditshme në gjoks. Ai e dinte se koha po I mbaronte. Nuk kishte frikë. Në vend të kësaj, ndjej një çudi të madhe. Telefonoi në numrin e emergjencës, pastaj uli kokën në jastëk. Para se të arrinin ambulancat, mendja e tij u kthye në imazhe të shkëputura. Një lule në balkon, zëri një gruaje të ri që qeshte dritën e diellit në një mëngjes të largët. Dhe pastaj, në çastin e fundit, një ndjenjë e çuditshme e lehtësisë, sikur një bar shumë e vjetër më në fund të kishte rënë. Kur Arben erdhi atë të enjte, gjeti derën e hapur dhe Roan të pandërgjegjshëm në dysheme. Ambulanca erdhi shpejt, por ishte shumë vonë. Mjeku tha se kishte vdekur nga një sulm në zemër, I shpejt dhe pa vuajtje. Arben njoftoi autoritetet dhe, duke kërkuar në sende të pakta të Roanit për kontaktet e familjes, gjeti vetëm një fletore dhe atë fotografi të fshehur. Në fletoren e fundit kishte shkruar, nëse dikush e lexon këtë, ju lutem, mos njoftoni askënd, përveç fondacionit Hana. Ata e dinë se kush jam. Unë nuk kam familje. Arben bëri siç kishte shkruar. Ai kontaktoi fondacionin dhe I shpjegoi situatën. Menaxherja e lartë mori lajmin dhe e çoi atë drejt për drejt te Hana. Kur Hana dëgjoi, ajo u ndal për një moment duke marrë frym thellë. Pastaj tha me zë të qetë, merrni përsipër çështjet e varrezave. Sigurohuni që të ketë një varr të denjë në varrezat komunale. Dhe paguani të gjitha shpenzimet nga fondacioni në mënyrë anonime. Menaxherja pranoi duke respektuar urtësinë dhe mirësinë e saj. Dita e varrezimit ishte e ftohtë dhe me mjegull. Vetëm pak njerëz ishin aty, disa nga të moshuarit që ai kishte ndihmuar, Arben dhe një përfaqësues I fondacionit. Prifti foli pak fjalë për dëshirën për paqe dhe për jetën e thjeshtë.
Kur mbaruan dhe njerëzit u shpërndan, Hana erdhi e vetme. Ajo qëndroi disa larg, duke parë varin e freskët. Nuk qau. Nuk foli. Thjesht qëndroi aty për disa minuta, duke i dhënë një përfundim të qetë një histori kaq të gjatë dhe të dhimbshme. Më pas, ajo u kthye dhe u largua, duke ecur ngadalë përmes varrezave. Dielli u shfaq përmes mjegullës, duke hedhur rreze të zbehta në gurët varror. Ajo ndjeu se diçka më në fund kishte mbaruar plotësisht. Nuk ishte gëzim, as trishtim. Ishte thjesht përfundim. Atë mbrëmje, në shtëpi, ajo ul me Lirin dhe i tregoi çfarë kishte ndodhur. Ai e dëgjoi në heshtje, pastaj e përqafoi. Ti ke zemër të madhe, nën, tha ai. Hana buzëqeshi. Nuk ka asgjë të madhe në këtë. Është thjesht njerëzore. Kohërat vazhduan. Jeta e Hana vazhdoi të jetë e plotë dhe e pasur me dashuri. Ajo shkroi një libër memuarash, jo për të treguar për vuajtjet, por për të frymëzuar të tjerët me historinë e reziliencës dhe shpresës. Libri u bë bestseller dhe ajo përdori të gjitha të ardhurat për të zgjeruar fondacionin. Liri vazhdoi të zhvillonte kompaninë e tij, duke bërë ndryshime të vërteta në jetët e mira fëmijëve. Shpresa, nipja e madhe, filloi të tregojë një interesim të fortë për punën sociale të gjyshes dhe premtoi se do të vazhdonte trashëgiminë e saj. Bersi, nipi i vogël, donte të bëhej mjek për t'i shëruar të gjithë, siç thoshte ai. Disa vite më vonë, Hana u gjen në shtratin e saj në shtëpi, i rrethuar nga familja e saj. Mosha dhe një sëmundje e butë e kishin dobësuar, por shpirti i saj ishte ende i ndritshëm. Ajo i ktheu syt nga Liri, Ela, Shpresa dhe Bersi, duke buzëqeshur. Ju të gjithë jeni më e mira ime, pëshpëriti ajo. Historia ime përfundon me ju, dhe kjo është fundi më i bukur që mund të kisha dëshiruar. Ajo mbylli syt, duke ndjerë dorën e djalit të saj në dorën e saj, dhe duke dëgjuar zërin e nipërisë që lexonte një histori. Nuk kishte dhimbje, as frikë. Vetëm një ndjenjë e madhe e paqes dhe e plotësisë. Dhe në atë moment, për herë të fundit, ju kujtua fjalëve që dikur i kishte thënë Lirit, forca nuk vjen nga të mos u thyer kurrë. Vjen nga mënyra se si u përpëliten pjesët përsëri. Ajo kishte përpëlitur pjesët dhe kishte krijuar një vepër arti më të bukur se çfarë mund të kishte imagjinuar kurrë. Kur fundi erdhi, ishte i qetë, si një zgjerim i një gjumi të thellë. Dhe ajo linte pas një trashëgimi jo të pasurisë ose fuqisë, por të dashurisë, forcës dhe mirësisë që do të vazhdonte të rronte në zemrat e atyre që e donin dhe në mira jetë që kishte prekur. Në varrezat komunale, në një qoshe të qetë, guri i thjeshtë i Roanit qëndronte pa shumë dekorim. Vetëm emri, datat e lindjes dhe vdekjes dhe një rresht i vetëm i gdhendur, gjeti paqen në fund. Disa hap larg, në të njëjtën varrezë, u vendos disa vite më vonë një gur i bukur për Hana, i mbushur me lule dhe vizita të rregullta nga familja e saj. Ajo kishte kërkuar të mos kishte asgjë të madhe, vetëm fjalët, ajo që ndau dritë edhe në errësirën më të madhe. Dhe kështu, dy rrugë që kishin devijuar kaq ashpërdikur, më në fund gjetën pushimin e tyre toksor jo larg njëra tjetrës, por me botë të tëra ndërmjet tyre në kujtesë dhe në frym. Historia nuk përfundon kurrë me një pikë të plotë. Përfundon me 3 pika, duke lënë jehon, duke lënë hapësirë për reflektim dhe duke kujtuar neve se në fund çdo gjë që ndodh e tëra jon është zgjedhja se si të përgjigjemi, si të rritemi dhe si të duam përmes të gjithash. Liri, duke mbajtur dorën e vajzës së tij Shpresës një ditë në varrezat e nënës së tij, tha: "Gjyshja yt na mësoi se jeta nuk është për të kaluar pa u thyer. Është për të mësuar të jesh i bukur edhe me të çarat." Dhe vajza e vogël, duke ndjerë urtësinë në fjalët e atit, buzëqeshi dhe shtoi, atëherë ajo ishte si qeramika më e bukur. Dhe me këto fjalë, dielli perëndonte, duke derdhur ngjyrë në qiell, duke treguar se edhe pas përfundimit të një dite, gjithmonë vjen një mëngjes tjetër, duke sjellë me vete mundësi të reja, histori të reja dhe shpresën e përhershme që, pavarësisht se çfarë ndodh, zemra njerëzore ka aftësinë e pabesueshme për t'u përpëluar, për t'u shëruar dhe për të ndritur përsëri. Dhe kështu, Hana jetoi pjesën tjetër të ditëve të saj duke parë si fara e fortësisë së saj mbjellte kudo. Nuk e harroi kurrë të kaluarën, por nuk e lejoi asnjëherë ta definonte të tashmen. Liri dhe familja e tij ishin prova e gjallë e saj se dashuria mund të ndërtojë mbi rënoja, dhe se ndriçimi më i fortë vjen pikërisht nga ato çarje përmes të cilave kaluan shiun. Roan gjeti paqen e tij në heshtje, duke lënë pas një botë ku kishte mësuar, shumë vonë, vlerën e një zemre të mirë.
Historia e tyre nuk përfundoi me një përqafim të madh apo një falje dramatike. Përfundoi me pranimin që disa rrugë, pasi të kenë devijuar, nuk takohen më dhe se në fund çdo gjë që ndodh, më e rëndësishmja mbetet zgjedhja për të qëndruar njerëzor dhe për të lënë pas një gjurmë dritë, edhe në errësirën më të madhe. Hana mbylli syt për herë të fundit me një buzëqeshje të qetë. Rrugësa kishte qenë e gjatë, por ajo e kishte përshkuar me zemër të hapur dhe me dorë të shtrirë. Dhe kjo, më në fund, ishte fitoria e vetme e vërtetë.